kisha shpresuar shumë që do të ngriheshin nga këta, po ngrihen nga deputeti Lulit. E para, qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste e mbi të gjitha i kryetarit kuvendit është tërësisht në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit sa i përket respektimit të plotë të gjitha afateve që kanë të bëjnë me Këshillin e Rregullores. Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli ka një kohë të përcaktuar, prej 3 muajsh. Vendimarrja e marrë në Këshill dhe e komunikuar nga kryetari i kuvendit qartazi ka thënë se sa kohë që kishte një çështje në gjykatën kushtetuese, ku palë e thirrur, e përfshirë për shkak të prekjes së kompetencat veta ishte Kuvendi i Shqipërisë, natyrshëm që ishim të detyruar për ata që kuptojnë pak të drejtë kushtetuese që të prisnim vendimin e gjykatës kushtetuese. Jemi në kushtet kur gjykata kushtetuese nuk ka pasur një vendim dhe edhe pse 8 antarë të gjykatës kushtetuese i dhanë të drejtë palës kërkuese kryeministrit të Shqipërisë që kishe ndërhyrje në kompetencat e Këshillit të Ministrave, në kompetencat e Parlamentit dhe ato të Presidentit të Republikës. Nisur nga lezi i dekretës publike të gjykatës kushtetuese, besoj për të pjesë jemi të qartë. Nuk ka asnjë dyshim që Këshilli i mandateve do të mblidhet dhe do të shqyrtoj kërkesën, ndërkohë që siç e kemi bërë publike, ne do të vijojmë me një proces adresimi të asaj që ka thënë vendimi i gjykatës kushtetuese, na duhet ta marrim vendimin e gjykatës kushtetuese të zbardhur, i bëj thirrje gjykatës kushtetuese, ju lutemi zonja zotëri, edhe pse nuk arritët të merrni dot vendim, shpresoj shumë që na dëgjoni që ta zbardhni vendimin, siç keni thënë ju, ta publikoni në fletorën zyrtare, Kuvendi i Shqipërisë, siç ka bërë në të gjithë rastet, edhe në këtë rast ku nuk është prodhuar jurisprudencë në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, përsëri na duhet ta lexojmë. Ndërkohë që profanët që në fillim seancës dalin bërtasin du USB-n. Pastaj kërkoja këtyre, Ajera Lat, ti dhe kandidat për Tiranën këtyre, si merke dot USB-n. Merre pra? Ti dhe atë humoristin, merru USB-n këtyre. Kështu që vazhdojmë, zoti kryetar, me çështjen e renditës.